Çdo mundësi që Allahu ta ka jap, e ka bën nga dashnia për ty. Është kogja begati e madhe me ta mundësu Allahu me dasht. Është begati pa krahasimisht e madhe, më e madhe se kjo është, me të kallëzu Allahu që edhe ty muna me dasht. Ç'kjo është e madhe atë? Për shembull, sikur të kemi Allahu xhallahu ala çora, ç'kjo mundësia me mdasht? Që si dashnia u pranoj. Po pa na tregu ana drejt neve, do të ishte mjaftueshme. Po mendje kur Allahu xhallahu ala ka hap mundësinë që shikoj mundësinë që ai më na dash neve përmes shfrytëzimit të mundësive, kjo me automatizëm të vetëdijson për shfrytëzimin e çdo mundësie që të bën ty Allah me dashur. A është lajm i madh për ty? Lajm që ti jeton me to, kënaqesh me çit lajm. Domthon gjithmonë disponohesh me çit lajm, gjithmonë. Fadhkuruni adhkurkum. Më përmend ju përmendi. Atë që ka të mënë këtë ndërruzë. Wallahi, njëri me meditu veç që ta, fluturon pikëzimi, ose plas për vaja. Pikëzimit. Më përmeni, ju përmeni. Sërë ti Allahu në përmeni, Allahu të përmeni. A, kuptën që farminësi është kjo? Për dashnisë. Për dashnisë e ka. Pse dënë, e ta ka mundësu që me përmeni. E kur ti e përmeni, a i të përmeni. E para se me përmeni, a i të ka përmeni. Që shka në djetarët? Donë, përmendja jojtë e Allahu xhallahu ala është mes dy përmendjeve të Allahut për ty. Të ka përmend një herë, e përmendja Allahut e ka provoku përmendje tënde Allahun. E kur ti Allahun e përmend, ai prapë ti të përmend. Ti një ai dy. Ç'ka dashnia? Ç'ka dashnia? Kish me qenë për shembull të ndonjëzë që shtopta. Në hadith, s'ka hadith kështu, s'ka. Po më pas hadith kështu. Kush e përmend Allahun 10.000 herë në ditë, e përmend Allahun të një herë. A kishe me e përmenë 10.000 nditje? Da thejme, po, qysh jo, kësa. Të një që nërës pëtu s'ma më bihamdi, a kuptan parimitetin, ku është të? Që kjo është me kom besimtar parimor, a i po t'jep dashni, e dashuria Allahot për ty, dhe kuptimi të drejtë se gjitha mundësit i ka hapë për shkak dashnis për ty, bën me fletëru, veç me kuptu cëllë është mundësia radhëse. Thot Aliu radiallahu ta'ala anhu, në kohën tonë, cëllën kohën tonë, me pejgamberëm, nuk e kemi pas asë njëherë breng veprën. Dëmonë, me bone i punë, kur së konë kjo punë gajla, veç këna prit, dëmonë, kur thëtë pejgamberi mire që të me bo, edhe këna bo. E këna pas breng pranimin, që atjo konë gajla. E kur ka dashni të ndërlozër, vepra së kontestohet, po kontestohet a i pëlqej, si pëlqej. Me po? Një njëri kër e dënë dikën, dhe dashëm kër janë, nuk kontestohet qmimi i dhuratës, po brengë është, a kam i pëlqyja jo, apo se dashnia e bën me anashkalu fazën e partë të investimit, sa më rëndësi sa kushtanë, Allah, më rëndësi është veç a i pëlqenë, a i bjenë të amanë, a pranan, që kjo është më rëndësi, njëri me njëri, e ku është, dhe më honë, njëri me Allah në gjellë e e që të mundësi që i ka bua Allah për me dashta i ty, duhet me ndesë zjarin e aktivitetit, ambicjeve të vazhur të një musliman që gjdo mundësi me shizun nga se edhin, se gjdo mundësi është një hap drejt fitimit të dashnisë Allah për ty. Gjdo, një sadaka, një dhikër, një Koran, që ka do koftë. Nga kujdesi ti, nga dashuria e ti për juve, ja u ka mësu Koran. Ta ka mësu me lezu Koranin. Dhe ti e din që Allahu e dënë shumë fjallën e ti me u lezu. Sa e lezën?